një zonjë e cila erdhi në gjendje shumë të rëndë, me atë që ne themi preeklamsi në gjendje komatoze, e pa trajtuar, mbase në shtëpi, e cila në 90% të rasteve në të gjitha klinikat është e barabartë me humbjen e jetës nënës dhe të fëmijës. Nëpërmjet që në 27-ës erdhin kohë në spital, nëpërmjet angazhimit të mrekullueshëm të mjekëve obstetrikë-ginekologëve të gjithëve neve, unë isha aty dhe të gjithë bashkë ishim, bëm të mundur që të jepet reanimimi i duhur nga mjekët e mrekullueshëm reanimatorë të spitalit tonë, nga mjekët e mrekullueshëm të obstetrikë-ginekologëve që u futën në sallë, nga ekipi i infermierëve të cilët janë gjithmonë aty të përkushtuara dhe më besonin në momentin e urgjencave. Kjo është një karakteristika që kemi ne si institucion, është që të gjitha infermierët me shpirt, por edhe duke ditur përcaktuar në mënyrë të qartë pozicionin e punës, janë aty dhe e di se çfarë duhet bëjnë në rast në urgjencave, dhe kjo është një nga pikat që duhet të ketë spitalet që kanë urgjenca, duhet të kenë këto procedurat të qarta për të tërë individët, që njëri bën këtë, tjetri bën këtë, tjetri bën këtë. Dhe ajo sot, zonja, gëzon shëndet plot vetë dhe fëmijë.